16 euro e 41 cent e kryeministrit është një hile e një njeriu që jeton pa ndonjë kokçore financiare. Kryeministri nuk ka kokçore të varfrisë, mos u mërzitni. 16 euro e 41 cent. Qysh është e mundur që një shifër kaq e vogël të flet kaq shumë, të pasqyroj shumë, të jetë kaq e dukshme, po të kaloj disi heshtje. 16 euro e 41 cent. Ka një arrogancë këtë shifër. Dhe në fund pikrisht kjo arrogancë më ka shty me folë sot. Shifra 16 euro e 41 cent e kursimeve të kryeministrit nuk është një shifër që ngjall pasigurim për të, që ngjall ndjenjen e solidaritetit që të bën bashkëndjesh apo që gjeneron keqardhje. 16 euro e 41 cent e kryeministrit është një hile e një njeriu që jeton pa ndonjë kokçore financiare e që shtiret se jeta e tij është e vështirë e po ja del me vështirësi e s'po ankohet. Manipulimi është një karakteristikë e rrezikshme dhe e dëmshme e cili do udhëhec. Dhe 16 euro e 41 cent është moment klasik i manipulimit varfrisë nga një njeri që nuk jeton varfri, po sillet si i tillë. Kryeministri nuk ka kokçore të varfrisë, mos u mërzitni. Realitetin që mund me besu është që as pare në kulet s'mon. A e din kush tjetër s'ka pare në kulet? Një familjar që bornat e kancerit po duhet me i ble për shkak mungesave të mëdha, ose atyre që u duhen 200 euro në ditë për bornat që po i blejnë me kontraband për shkak se qeveria e kryeministit nuk i siguron. Një kryeministër si ti nuk ka problem financiar se çfarë sjell dita, java apo muji. Një kryeministër si ti nuk mund barazohet me një baba që në mes të muajit futet në shtëpinë e tij, e sheh familjen e tij dhe mbi supet e tij qëndron një peshë që sa nuk e shem. 16 euro e 41 cent për të janë shumë pak para nevojave të familjes tij. Ti nuk mund barazohesh me një student që vendos të ngritet më herët nga tavolina, e niset e vetmuar në banesë, sepse të tjerët janë duke bërë plane për të vazhduar, pa jo e din që 16 euro e 41 cent nuk do të mjaftojnë as deri në fund të muajit e lërë më për ta pirë një kafe me shoqni. Ti nuk mund barazohesh me një nonë që e merr autobusin çdo ditë me shku në punë dhe kur kthehet vonë në shtëpinë e saj, është e trazuar në shpirt, sepse 16 euro e 41 cent nuk mund me i dol për mbrëmjen e maturës vajzës saj që po e pret fustanin pas 2 muajve. Ti nuk je si ata.